Pavarësisht masave të qeverisë për ulje të TVSH-s dhe akcizës për derivatet e naftës, qytetarët nga mesnata do të paguajnë çmime më të shtrenjta për blerjen e dizelit. Me vendimin e sotëm të Komisionit Rregullator të Energjetikës, nga mesnata çmimi i dizelit do të rritet për 2.5 denar, duke shkuar në 98 denar për litër, ndërka çmimi i benzinës Eurosupel BS 95 ulet për gjysmë denari, përkatësisht nga 84 në 83.5 denar, ndërsa për Eurosupel BS 98 çmimi mbetet i pandryshueshëm. Sipas KRE-s, nëse nuk do të kishte ulje të TVSH-s dhe akcizës, çmimet e karburanteve do të ishin shumë më të larta. Në vendimin për përcaktimin e çmimeve me pakisë të derivateve të naftës janë përfshirë norma e TVSH-s prej 10% dhe shuma e reduktuar e akcizave për dizelin prej 4 denar për litër dhe prej 2 denar për litër për benzinën. Nëse nuk do vazhdojë kohëzgjatja e uljes së TVSH-s dhe nuk intervenohej në akcizë, çmimi i benzinës do të ishte më i lartë për 8.50 denar, ndërsa dizeli për 12 denar në raport me vendimin e sotëm. Ndërkaq kompania Okta ka sjellë vendim që të vazhdojë deri në fund të muajit masën që të shes më lirë derivatet e naftës sesa çmimi më i lartë i përcaktuar nga KRE. Në këtë mënyrë, dizeli në Okta do të shitet për 3 denar më lirë, ndërsa benzina 2 denar më lirë. Rritja e çmimeve të derivateve filloi më 9 mars të këtij viti, si pasojë e rritjes së çmimeve globale pas shpërthimit të luftës në Iran. Në këtë mënyrë, çmimi i naftës shënoi rritje drastike nga 71 në 85.5 denar, ndërsa benzinat u shtrejtuan për 5 denar, që atëherë derivatet kanë shënuar rritje vazhdimisht dhe që nga ajo kohë deri më tash, nafta është shtrejtuar për 27 denar, ndërsa benzina për rreth 9 denar. Përkatësisht një rezervuar dizeli prej 50 litrash tani kushton 1.350 denar më shumë në krahasim me periudhën para rritjes drastike të çmimeve të derivateve.